Bie në dashuri 35 vjeçarja me djalin e ish bashkëshortit 15 vite më të ri. Një grua 35 vjeçare nga Rusia është në një lidhje dashurore me djalin e ish bashkëshortit 15 vite më të ri se ajo. Marina Balmasheva nga Krasnodar, kraj i Rusisë, jetoi për 10 vite me ish bashkëshortin e saj Aleksei, 45 vjeç, por prej pak kohësh ata kanë vendosur që të divorcohen. Por tashmë ajo ka rënë në dashuri me djalin nga një martesë e parë e Alekseit, Valdmir. Në rrjetet sociale Marina ndau një foto me Valdmir para 13 viteve, ku i dashuri i saj aktual ishte vetëm 7 vjeç. Krahas kësaj foto, ajo përfshiu edhe një foto kur ata tashmë çift shihen duke u përqafuar së bashku. Asnjëherë nuk e dim se si do të përfundojë jeta dhe kur do të takoni një person që ju bën të buzëqeshni. Unë e di që disa do të na gjykojnë, të tjerë do të na mbështesin, por ne jemi të lumtur bashkë dhe dëshirojmë të jemi kështu, u shpreh 35 vjeçarja. Sa kaq Marina shtoi se është i dashuruar me Valdmir dhe çifti ka marrë në kujdestari 3 nga 5 motrat e tij, fëmijët e Alekseit.